Arlind, si ka mundësi që të gjitha partitë e tjera bien dakord se në Shqipëri nuk ka oligark? Ose oligarkët kanë shumë para, eksisoj, kryetarët e partive në Shqipëri zakonisht kërkojnë jetojnë një jetë luksoze, edhe t'i financojnë partitë e tyre për të bërë fushata ku luksi i madhe, paraje e madhe zëvendëson zbrastin e ideve. Po ashtu oligarkët janë pushtetshëm, se si thot populli ynë, paraja mund të thyej edhe kokën. Ka edhe shumë prej tyre kanë edhe në pronësi televizionet, që nëse ti thua të vërtetën kritike për oligarkët, nuk sheh më televizione me sy dhe kësaj të pengohet komunikimi me pjesën më të madhe të popullsisë. Gjithsesi unë mendoj që politika e vërtet është një politikë që duhet bërë vetëm me guxim, duhet bërë në emër të zvërtetës dhe të drejtës, e për këtë arsye në lëvizjen bashkë ne jemi të gatshëm të marrim përsipër të gjitha kostot e të thënit vërtetës, troç e të përplasis vërtetës në syrin e të pushtetshmëve politik dhe ekonomik dhe të organizuarit shoqërisë në emër të parimeve drejtësisë shoqërore.